Jemi në studio përsëri, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 për të bërë një bisedë që lidhet në mënyrë të veçantë me shëndetin. Të duash veten, më tha i ftuari që do t'ju prezantoj tani, dhe ky është sekreti kryesor i të paturit, një trup të bukur, një trup të shëndetshëm për të qenë aktiv edhe në një moshë që pjesa më e madhe e jona do ta kishte të vështirë. Dhe flas pikërisht për atë moshën 65 vjeç e sipër, ku me siguri janë të paktë njerëzit që ushtrojnë një aktivitet të mirë dhe kanë një trup super fit bodybuilder. Dua t'ju prezantoj me dy të ftuarit që kam në studio dhe për mua është kënaqësi t'i kem këtu, po e nis prezantimin me zotin Nikolaj Çmuço, i cili është kryetari i shoqatës Natural Bodybuilding, instruktor gjithashtu, edhe një dashamirës i përjetshëm i sportit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit që na bërë këtë mundësi që të flasim për shëndetin dhe për të treguar të gjithë shqiptarëve se ky sport vazhdon deri në një moshë shumë të madhe. Në një moshë pa moshë. Në një moshë pa moshë. Në një moshë pa moshë, nëse ne duam ta bëjmë apo jo. Dhe unë jam e kënaqur t'i kem këtu për të dhënë edhe disa mesazhe të rëndësishme, sepse unë e di që para ekranit tani me shumë mundësi kjo mosha juaj është aty në shtëpi, duke pirë kafen e mëngjesit, zonjat me siguri janë duke bërë ato angazhimet e ditës. Me siguri ecja do t'ishte ajo përgjigja më normale nëse do pyesja se çfarë aktiviteti bëni ju, po ndërkohë që nuk duhet të mjaftohemi me kaq, sepse përtej ecjes ka edhe mënyra të tjera apo jo që duhet t'i mësojmë, t'i praktikojmë dhe të mos justifikohemi me s'ka më mosh. Këtë fjalë do ta diskutojmë pak bashkë. Ndërkohë që në studio jam gjithashtu edhe me Enea Beja, i cili është trajner fitnessi, nutricionist sportiv dhe vjen në këtë studio sot. Shumë faleminderit, është hera dytë që vim dhe faleminderit për ftesën, edhe është kënaqësi që të flas ashtu për sportin e shëndetshëm, për të mirat dhe për çdo gjë që çdo lloj benefiti që merr nga sporti, sidomos te pjesa fitnessit. Për sportin e shëndetshëm, do ndalojmë pak te kjo fjalia, sepse ç'është e vërteta sot ne hasemi me gjithçka. Pra, këto vitet e fundit patjetër që na kanë përballur edhe me alternativa, pra sot gjithkush ka mundësi të ketë akses kudo. Jemi të lidhur me botën, kemi filluar të zbulojmë edhe sekretet të ndërtuarit të një trupit shpejt me forma të tjera alternative etj. Por që ju promovoni atë sportin e shëndetshëm dhe të bërit trup natyralisht, nëse e quajmë kështu. Ajo është gjëja më kryesore, sepse nëse ti synon të bësh një trup dhe një jetesë të shëndetshme, do shikosh që të bësh sport pa pasur efekte anësore. Që të bësh sport shëndetshëm sot është sa e thjeshtë, sa dhe e vështirë. Ka shumë ndikime në këtë lloj, si ta thuash, që është si e vështirë, po sa e lehtë, po dhe sa e mirë që është. Sepse që të bësh një trup në ditën e sotme është shumë e thjeshtë, sepse ke shumë qendra fitnessi, qendra sportive që mund të shikosh, mund të zgjedhësh, por duhet të tentosh te fitnessi i shëndetshëm, që do thotë te ushqimet, maksimumi dhe deri te suplementet. Maksimumi. Maksimumi është tavani sipër suplementeve që janë shtesa të thjeshta ushqimore, se shpesh ngatrohen që thonë jo po merr proteinë edhe u bubo se çfarë po merr, jo po merr kreatinë edhe ka 100 gjëra të vështira dhe të rrezikshme, po që janë tavani maksimal që ti të bësh një sport të shëndetshëm është deri te suplementet. Okej, por edhe tek suplementet besoj ka nevojë për një orientim apo jo? Te suplementet, pra unë shkoj në një ambient ku i kam të gjitha, them proteina më duhet, kjo më duhet, kjo më duhet. Po, te suplementet ka një gjë. Unë them klientave të gjithëve sepse marrin normalisht instruksione nga instruktori, po instruktori nuk i njeh të gjitha firmat. Nuk e di se çka ka brenda një suplement. Pra edhe këtu nuk është që lexoj. Ai klienti vjen që më pyet dhe më thotë më duhet, më ka sugjeruar instruktori këtë lloj proteine, këtë lloj kreatine dhe këtë lloj aminocidi. Tani, një pyetje kam. Në momentin që unë e marr suplement proteinën, po e marr meqense është më e zakonta dhe nuk e marr nga veza, nga mishi, nga ku di unë. Sërish naturalisht quhet kjo gjëja? Pra unë nuk e marr nga ushqimi, ose e marr shumë pak nga ushqimi. Gjëja që ti duhet bësh është që ti duhet të plotësosh maksimumin e proteinave nga ushqimi, dhe pjesën që të duhet shtesa duhet ta marrësh nga suplementi, sepse nuk mund ta mbash të gjithë sasinë ditore të proteinës vetëm nga suplementi, sepse normalisht tu fillojnë ato problemet që ti të vinë realisht. Ti duhet ta plotësosh shumicën e nevojave ditore të proteinës nga ushqimi dhe pjesa shtesë. Se dhe italianët prandaj e kanë termin e dur dhe të saktë shtesa të thjeshta ushqimore.
Okej. Që ti do ta marrësh shtesën që të duhet te pricën që ti të fillosh të ndërtosh një masë të pastër muskulare, ta ndërtosh nga suplementi, thjesht nga proteina. Por, kjo ndodh vetëm në njerëzit që duan të bëjnë trup, siç e themi zakonisht, pra po bëjnë trup, që duan të investojnë te muskujt, tek masat. Jo, kjo kohët e fundit, na eksperjenca se u bë gati 12 vite që merrem me këtë, me që jam në këtë fushë, edhe përveç personave që merren me fitness, ka kaluar dhe në masë të gjerë të gjithë njerëzit që mbajnë dieta dhe nuk ka mundësi që të shkojnë në fitness, për të plotësuar atë sasinë e proteinës që marrin që u duhet nga dieta. Dhe e marrin nëpërmjet suplementeve. Madje kohët e fundit ka filluar, flas për vete faktikisht, që dhe nga spitalet ne po marrim shumë receta me suplemente. Duke qenë që ne po flasim suplemente tamam të certifikuara nga E kuptoj. Pra siç rekomandohen multivitaminat, sepse ka shumë persona që kanë smundje specifike që ka mungesë oreksi, dhe normalisht doktori u jep një recetë sepse dhe ai duhet të plotësoj sasinë ditore të kalorive, të jo me proteinave. kokën tonë. Ka nevojë për një arsye pse po e merr. Dhe momenti që u marr recetën në dorë, më duhet të flas direkte me mjekun që ka lëshuar këtë recetën, dhe unë si përgjegjësi i suplementit dhe mjeku si përgjegjësi i recetës duhet të bijem bashkë në një mendje të dy që çfarë sasi do ta marri, si do e marri dhe kur duhet ta marri. Jo, dhe kur, dhe si vakte në çfarë momente të ditës duhet ta marri. Atëre, jetojmë sot në këto kohë, ku të gjitha i kemi. Zoti Nikolaj, ju e keni nisur sportin në çfarë periudhe? Po, në vitet e 77, 77-78. Në atë kohë, kam përshtypjen që më zorë... Nuk isha asgjë nga to. Ashtu, nga këto jo, po edhe ushqimi ishte i racionuar. Pra, ato 7 kokra vezë në ditë nuk ishe shansë të t'i hajë, se ishin për gjithë muajnë. Dhe një kokër të hajë në ditë ishte... Luksi madhë? Okej. Por, unë dhe atyre kam pamje shumë të mira, të mjatë. Dhe gjithmonë mendoj që njeriu në qoftë se është korrekt i disiplinuar për të ushqyer dhe për të stërvitur, se ushqimi është baza, 70-80% është mënyra se si ushqehesh. Ja, okej. Këtu jemi, ju e keni dhe aty përballë. Në çfarë viti ishte ajo foto bardhëzi? Ajo ka qenë në vitin 86. 86. Po. Okej, dhe në 86 ju keni patur atë trup. Fantastike. Këtu kam qenë 7 sikur shkruan mbrapa? Apo jo? 2007. 2007, okej. Dhe më thënë që i bje... Ja, kjo është e fotoja që një djalë super king. Sa e burë kjo foto? Dhe me thënë, ju bëni diferencë në atë kohë të bashkëpunë të moshatarët tuaj? Shiko, unë në ato momente... Se kuptonit? Se kuptoja dhe se nuk kisha atë mundësin që ta shikoja veten time, se as pasqyra as kishim në përshpira. Dhe një moment që dola në plazh, një fotograf më erdhi të bëj një foto. Ma bëj, thashtë, ai më rregulloi pak që të bëj ato pamjet. Po. Fantastike. Dhe në ato kushte ne vitet. Kush kanë qenë kushtet e këtyre viteve për të mbajtur dhe për të bërë këtë trup që kemi këtu? Kushtet kanë qenë një parsusa që unë i kam blerë me mundim të madh, që mirja 5 lek, mirja 10 lek nga mamaja, 5 i mbaja, 5 i haja. Dhe bleva një parsusa të para. Susa, ato 5-6 kineze. Ato kanë filluar të parat. Ai janë starter pagu i gjithë. Pastaj një par gira që i bëra në punë, duke punuar tornitor. Si bët me çfarë? Bënim një aks, hapnim vrima me fileto dhe bënim gira për të stërvitur. Dhe pastaj bëm një shtang të vogël, kishim një fat që kishim një të apasionuar një që formoj dhe cirkun e Gjirokastës, ai na fuste në palestër, na stërviste me ato mendimet e tij që kishte dhe bëni vetë. Unë kisha pasionin tim që doja të bësh. Kështu pasaj më vonë erdhi momenti që filluan u bën këto garat e para që i organizonte Flamur Topi. Shkova... Në vit ka filluar garat e para? Në 93-shin. Okej, fillim të viteve gara e para, po nuk u zhvillua ajo po unika. Do e bëra një paraqitje të para, ata s'kishin kamera, na mbajnë një 3-4 ditë në Tiranë, unë veja në Tiranë, Durrës, kisha xhaxhain. Ika në Greqi me mora nusën e djalin. Në 2004 pastaj u ktheva prap, 2003-shin. Fillova prap atë angazhimin
në për garat e bodybuilding. Veja në moshën 40 me 50 vjetë, gjithmonë zija vend të parë, se nuk kishte të tjerë. Bas një vit i zura vend të dytë në kamionit ballkanik. Zura vend të dytë. Vazhdova me aktivitetin e bodybuilding që ishte federata këtu. Më vonë, nga viti 2007, dëgjova që Selanik bëj një aktivitet natyral bodybuilding. Natyral. Shkova që të shikoja që natyral apo s'qe natyral. Me vështirësi më pranuan se më thonin ju merrni steroide. Nga Shqipëria, nga Bullgaria, nga këto vendet e lindjes, ishte gjithmonë ideja që merrni steroide, po as nuk i di ç'janë, i thoja. Megjithatë më pranuan, zura vend të katërt në aktivitetin më të madh që bëhet Olimpia në moshën 40 me 50, më dha një ftesë për të shkuar në Amerikë. Shkova në 2008, edhe aty zura 2-3 herë vendet të dytë, të tretë, të katërt. Pastaj erdha në Gjirokasë me mendimin të hapja këtë aktivitet vetë, se shikoja që s'kish mundësi, e hapa, formova shoqatën me anë të një avukati, bëra një status, vazhdova aktivitetin që nga 2011, e deri sot që ne flasim. Vit për vit nga një aktivitet. Dhe kanë filluar në palestër, duke bën zgjedhjen e trupave të bukur. Po, sepse aty vinë edhe patjetër. Aty aktiviteti i parë. Çfarë quhet një trup i bukur? Në syrin tuaj, që keni gjithë jetën sportist dhe keni punuar edhe me trupin tuaj, por edhe me të tjerëve. Një trup që të ketë një prerje vë në trup, dhe me të jetë 3 këndësh, që i thonë. Kjo punohet apo është trashëguar? Është një lloj konstrukti fiziku që e kemi të... E para njerë është genetike, që duhet ta ketë dikush. Ajo është e para. Pastaj puna. Dhe si mund të punosh me njeri që di të thotë 2 fjalë. Që të punosh në ato zona që duhet. Në ato zona që duhet. Dhe të kesh dhe ushqimin e dur. Edhe ushqimia, patjetër. Të kesh shumë i disiplinuar për ato që të thonë t'i bësh. Disiplina është ajo që na ka mbajtur deri më sot. Ju sot vazhdoni stërviteni? Po, unë vazhdoj dhe unë duhet isha në Las Vegas dje, u bë përfundimi i garës Natyral Olimpia, po nuk më erdhi asnjë sportist nga ata që ne bëm aktivitetin në qershor. Ju thash të gjithë që mund të vini. Ka kosto. Po ka kosto, duhet të kemë një sponsor. Unë e gjeta një sponsor. Sponsori më tha, ik vetë se unë kam punë, unë vetë nuk veja dot, se si mund të vetë, unë kam vajtu njerë vete dhe kam patë shumë të vështirë. Po, patjetër. Të vesh vetë, të mbash robat, të besh me boj, të mbaj dikush ujë, kur e do të apish, se është dhe ka shumë siklete. Sta kish më vjen që ne vazhdojmë me Gruaja nuk me erdi, se është shumë e largët rruga. Largë është në fakt. Nuk është dhe me... Më vjen keq. Dhe më thënë, duke ditur pasionin tuaj... Dhe kur i pash ata që unë mund të zija dhe vend të dytë të tretë, tani që pash garat se ata mi hedhin, a i presidenti, me edhe çdo pamje që merë vend të parë, me edhe mua në Instagram e në Facebook, kisha shanse që dhe të zija vend të dytë të tretë, dhe biles, a i po të shohësh, kur i thash që nuk vi dot se janë vetëm, nuk më vjen njeri, a sponsori nuk më vjen dot, se kishte edhe babaj sëmur me operacione. Më tha, më vjen shumë kej, tha, do ishe në medalje. Sa kesh. Po mirë, do ketë një mundësi tjetër, do ketë një mundësi tjetër. Megjithatë, unë e di, kur e ke diçka me kaq shumë pasion, të ngelet një lloj pengu edhe një lloj keqardhjeje që nuk e preket këtë. Jeta përpara është, vazhdojmë. Patjetër, ja, jemi bashkë sot. Në Las Vegas nuk jemi, po. Jemi bashkë. Po, do shtoje diçka. Po, do shtoja këtë që kemi nisur një sipërmarrje me Nikon. Që prej 5 vjetësh, po është më shumë çështje pasioni. Di. Domethënë, llogaritë që të organizosh një kompeticion. Se okej, organizimi, pjesa ditës që do organizohesh, po do 2 muaj para që të merremi me gjithë sportistat dhe ne me Nikon. Edhe më shumë, 4 muaj do para, 4 muaj. Minimalisht 2 muaj kështu intensive, pa. Kemi çdo ditë në ndjekje, sepse duhet jemi dhe psikolog të sportistëve, dhe suportuesit, dhe ndihmuesit. Ne i ndihmon shumë sportistët e mi me këto ushqime plotësuese. Me suplemente, domethënë ndjekim pothuajse çdo lloj dhe ato 2 muajt e fundit janë super intensive sepse sa e mbyll me njërin telefonin do vazhdosh me tjetrin se dhe largësia dhe s'ke mundësi që ti ndjekësh në afër gjithë. Po, bëhen kështu online besoj një pjesë e mirë. Çështje pasioni çdo gjë, domethënë ti e bën, lodhesh, pastaj ditën e garës ka ato të vetat prap, edhe mbas garës sepse mund të ketë ndonjë hatër mbetje. Na sportistat jo dola i dyti duhet isha i pari, po aty është një juri që janë 5 veta, se edhe këtë duhet ta themi se janë 5 veta që
japin vlerësimet e veta. Unë i kam të gjithë një lloj, them për sportistat. Se derisa i ndjek gjithë dhe nuk mund të bësh diferencime dot për të gjithë sportistat, e ke parasysh? Kurse juria pasaj vendos që shiko, ky sportist i ka këtë lloj vlerësimi dhe bëhet ajo. Pasaj kemi dhe pjesën më mbrapa sepse suportojmë prap sportistat që t'i çojmë në Amerikë. Biles 2 muaj para kemi kontaktuar të gjithë fituesit e kategorive, kush kishte mundësi, kush kishte që të merrnin ftesën për të shkuar në Mr. Olympia në Amerikë. Morën ftesat, por nuk na. Edhe nuk ishin dhe gati sportistat tash. Ne bëjmë ato tonë, po deri aty është pjesa jote. Është vështirë të gjenden sponsor. E dim shumë mirë këtë pjesë. Halli Por përbashkët ti i aktivitet që unë bëj vetëm me dëshirën e mirë që dua që të futen njerëzit në drejtimin e dur, jo në drejtimin e gabuar. Kjo është gjë më e rëndësishme. Me fjalë, të vazhdojnë sport deri sa të jenë gjallë. Sa të jenë gjallë. Domethënë ne nuk mendojmë kur që të bjem në krevat. Jo, kur. E vërtet është. Jemi në fund fare. Unë uroj që kur t'jemi herën tjetër bashk, jo vetëm të keni patur mbështetje edhe suport, edhe qoftë financiarisht, qoftë edhe nga shteti, qoftë edhe nga struktura tjera të sportit, por të më vini me medalje këtu. Edhe pse jo, sa herë që të kemi gjëra të rëndësishme për thëmë, pse jo për t'i përcjell dhe këto mesazhe, sepse ne themi çdo ditë sporti, breziri, larg veseve, larg kafeve, larg duanit. Jo e ka arritur deri diku sporti këtë pjesën e ka arritur. Sporti do dhe e ka arritur, është e vërtet, por supporti për të nuk duhet të mbaroj asnjëherë. E di që kemi me dëshirë të bëjmë një performancë të vogël brenda kushteve që ne kemi në këtë studio. Zoti Muço është 65 vjeç. Që në vitet 70 angazhuar me sport, siç e mësuam edhe këtu, në ato kushtet e vështira të bëra vet si tornitor, në këtë moshë ka një super fizik dhe vazhdon merr pjesë në përkampionate. Ja, ky është trup i një 65 vjeçare. Nuk e di si mund të ketë njeriu, këto muskuj e këtë fizike, këto forma. Duhet ishte në pension, po është akoma duke marrë medalje. Pensioni larg shumë. Faleminderit shumë komplimente. Shumë komplimente. Shkojmë në publicitet tani, do kthehemi me 9 fëmijë në studio. Njëri më i bukur se tjetri, janë fëmijë skene, janë fëmijë kompeticione bukurie, që sapo kanë marrë ato titujt e rëndësishëm për moshën e tyre, pas pak ju prezantoj me ta.